Atëherë, operator biznesi më dëgjao, themelues biznesi më dëgjao. Biznesi juaj ka ndaluar së funksionuari në mënyrën e vjetër se si keni funksionuar. Biznesi është okej, por identiteti juaj që ju është dashur për të vendosur në biznes, për të marrë vendime dhe çuar biznesin tuaj përpara, ka vdekur. Një identitet i ri kërkohet tashmë në ditët e sotme, në mënyrë që biznesi juaj të jetë më i qartë dhe më fitimprurës. Vendimet që keni marrë nga frika, nga ankthi, nga pasiguria, ose dhe nga momentum, ose vrulli, që ndodh shpesh për pjesën e adrenalinës, për shumë nga ne që jemi themelues dhe operator, adrenalina e biznesit të merr përpara, sepse në biznes është shumë kollaj që gjithmonë të jesh duke punuar me ide të reja, duke shtuar produkte të reja, shërbime të reja, duke shtuar stafe të reja, duke implementuar strategji të reja. Por kjo është e vjetër tashmë. Çfarë kërkohet tani nuk është më shumë gjëra të reja, por një simplifikim ose një thjeshtëzim i biznesit tuaj, duke filluar nga autoriteti juaj si themelues. Vendimet që duhet merren sot janë vendime të qarta, vendime të sakta dhe një identitet i pastër që është komplet i shkëputur nga biznesi, sepse gjërat kanë ndryshuar, klientët nuk kanë më, le të themi, konsumerizmin në luksin e tyre. Kështu që po marrin më shumë kohë për të marrë vendime në biznes, për të blerë produktet së shërbimet. Kështu që dhe biznesi sot, edhe ju si themelues duhet që të ndryshoni përqendrimin se ku duhet të fokusoheni në mënyrë që biznesi juaj të thjeshtësohet. Dhe duke thjeshtësuar biznesin, kjo ju ndan ju nga bizneset tjera që janë ndërtuar në zhurmë, janë ndërtuar në vëmendje, por nuk kanë një themel të caktuar dhe janë dorëzohen. Sepse ekspozimi që po ndodh tani në këto ditë po ekspozon, le të themi, ato çarjet në fondacione ose në themele të bizneseve që janë rritur në këtë lloj mënyre. Kjo është puna që unë bëj me shkollën e jetës. Nëse ndjeni nën presion dhe biznesi juaj është ngadalësuar, le të bisedojmë. Nëse keni njerëz të tjerë që mund ta ndani këtë episod të podcastit, që kanë duruar më shumë dhe më shumë për një kohë të gjatë presion në biznesin e tyre, duke mbajtur biznesin e tyre në sistemin e tyre nervor, atëherë ndajni këtë video me ta. Shihemi në episodin e radhës.